Habit mjeku, asnjëherë mos pini kafe pas orës 3 pasdite, ja pse. Është ora 3 e pasdites dhe ju ndodheni në punë ose në shtëpi dhe ju kap dembelizmi, ndoshta dreka ishte më e rëndë se ç'duhet, gjëja e parë që ju shkon në mendje është të pini një kafe. Por mos u nxitoni pasi konsumimi i kafes në orët e pasdites ka më shumë humbje shëndetësore se sa përfitime. Ndërprerja e sekretimit të melatoninës. Pirja e kafes në orët e pasdites sipas studimeve ndihmon në sekretimin e këtij hormoni i cili është shumë i rëndësishëm për të patur një gjumë të qetë natën. Më pak gjumë, sipas kërkimeve nga Universiteti i Tel Avivit. Kafeina ndikon në orët e gjumit. Nëse konsumoni kafe pas orës 3 ju do të flini vonë dhe do t'ju ndërpritet shpesh gjumi natën. Një cilësi mjaft e keqe e gjumit është e provuar tashmë se tek shumë njerëz konsumimi i kafes është një faktor ndikues në cilësinë e gjumit.